Gjallësat që jetojnë në zonat e mbrojtura të qarkut të Vlorës po ndihen çdo ditë më të pambrojtura. Laguna e Nartës, Karabruni, Llogaraja dhe Gjiri i Vlorës janë kthyer prej kohësh në shenjestër të gjuetarëve të palishëm, të cilët veprojnë si nga toka ashtu dhe nga deti, shpesh pa u shqetësuar nga prania e institucioneve ligjzbatuese. Gjuetia me armë zjarri, përdorimi i dinamitit në det dhe vendosja e rrjetave të peshkimit në zona ku kjo është rreptësisht e ndaluar po dëmtojnë rënd ekosistemet detare dhe toksore të këtyre zonave të mbrojtura. Pavarësisht se kjo problematikë është ngritur 10 herë, ambientalistë dhe komuniteti lokal, situata duket se vazhdon të mbetet e njëjtë. Vetëm gjatë javëve të fundit në bregdetin e Vlorës janë gjetur të ngordhura një fok dhe një bregsh detit e llojit kareta. Shkaku i saktë i ngordhjes së tyre nuk është përcaktuar zyrtarisht, por ekspertët e mjedisit thonë se përdorimi i dinamitit për peshkim dhe rrjetat e palishme janë ndër faktorët kryesorë që rrezikojnë jetën e këtyre specieve të rralla. Në terren shenjat e gjuetisë së palishme janë të dukshme. Në lagunën e Nartës janë gjetur vazhdimisht gëzhoja fishekësh të kalibre të ndryshëm, një tregues i qartë se zona përdoret për gjueti të ndaluar. Ky fenomen jo vetëm që dëmton faunën e egër, por krijon dhe një precedent të rrezikshëm për shkatrimin gradual të një prej ekosistemeve më të rëndësishëm të jugut të vendit. Edhe pse këto zona janë të shpahura, të mbrojtura dhe duhet të monitorohen nga disa institucione njëkohësisht, në praktikë kontrolli në terren duket pothuajse i papërfillshëm. Policia, administrata e zonave të mbrojtura dhe inspektoriati i peshkimit, institucione që sipas ligjit duhet të garantojnë mbrojtjen e këtyre territoreve, sipas banorëve dhe ambientalistëve, janë pothuajse të padukshëm në terren. Ambientalistët paralajmërojnë se nëse nuk ndërhyhet urgjentisht me kontrolle të rregullta dhe masa ndëshkuese ndaj shkelcëve, dëmet ndaj biodiversitetit bëhen të pakthyeshme dhe riparueshme. Laguna e Nartës dhe Gadishu i Karabrunit janë habitate të rëndësishme për 10 specie shpendësh dhe gjallësa ashdetare, disa prej të cilave janë të mbrojtura edhe nga konventat ndërkombëtare. E megjithatë, realiteti në terren tregon një tjetër histori. Zona të mbrojtura vetëm në letër, ndërsa në praktikë të ekspozuara ndaj gjuetisë së pakontrolluar dhe shfrytëzimit të palishëm. Nëse institucionet përgjegjëse vijojnë të mbeten pasive, rreziku është që shumë prej këtyre specieve të rralla të zhduken gradualisht nga brigjet dhe lagunat e Vlorës, duke lënë pas një ekosistem të dëmtuar dhe një trashëgimi natyrore të humbur.